po dëgjoj në media dhe në rrjetet sociale që një pjesë e hipokritëve të Partisë Demokratike, por dhe njerëz të ndërgjegjshëm, pra udhëheqësia e saj, kërkojnë që të mblidhen strukturat dhe të vendoset për ecurinë e protestave. Edhe dhuna të trajtohet në mënyrë proporcionale. Dua t'ju them atyre, e vetmja zgjidhje është ndryshimi i udhëheqësisë të Partisë Demokratike dhe të opozitës që të bëhet një alternativë e qëndësishme dhe rëndësishme dhe popullit të ndjek pas. Duhet të kuptojnë se nga protesta në protest çdo ditë shterojnë njerëzit. Pra, askush nuk I ndjek më mbrapa. Edhe pak ditë do të ngelen thjesht ata deputet që janë futur nga listat e mbyllura përmes kulisave dhe bodrumeve të Tiranës, të cilët me paturpsinë më të madhe vazhdojnë akoma të mashtrojnë, por ka ardhur momenti që të japin llogari. Asgjë nuk do I ndali demokratët për të bërë alternativë, për të hequr Ramën, por përpara duhet heqin udhëheqësinë bashkë me Berishën.